Vizita e fundit e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në Kosovë do të mund të ndihmojë drejt hapave të ardhshëm të BE-s për heqjen graduale të masave ndaj Kosovës, por për momentin nuk ka ndonjë veprim konkret në këtë drejtim. Burimet diplomatike në BE thonë se mirëvajtja e zgjedhjeve lokale ka qenë një sinjal i mirë, sidomos pjesëmarrja e madhe e serbëve të Kosovës në këto zgjedhje. Por të njëjtat burime kanë shtuar se disa qarqe evropiane duan të presin për të parë se si do të bëhet bartja e pushtetit lokal tek ata që kanë fituar në zgjedhjet lokale. Një zëdhënës i BE-s i ka thënë kohës se von der Leyen ka qenë inkurajuar pas bisedave të fundit që ka pasur gjatë vizitës në Kosovë. Presidentja von der Leyen ka pasur diskutime konstruktive me presidenten Osmani dhe kryeministrin Kurti gjatë turnesë së saj ballkanike. Ajo ishte inkurajuar me raundin e parë të zgjedhjeve lokale paqësore, konkurruese dhe inkluzive me pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve. Ky është një sinjal i rëndësishëm për depërshkallëzimin e situatës në veri, i cili do të konsiderohet në kontekstin e heqjes së mëtejme të masave, ka thënë për kohën një zëdhënës i Bashkimit Evropian. Ne presim që edhe raundi i dytë i zgjedhjeve lokale të zhvillohet në mënyrë të njëjtë dhe i gëzohemi një tranzicioni të rregullt të qeverisjes lokale, ka thënë ky zëdhënës. Në BE moti ishte miratuar një vendim për heqjen graduale të masave ndëshkuese ndaj Kosovës, por në të njëjtin vendim ishte thënë po ashtu se kjo duhet të bëhet paralelisht me masat e Kosovës drejt uljes së tensioneve në veri. Me përjashtim të disa hapave simbolik, masat nuk kanë ndryshuar. Para disa ditëve, heqjen e masave e kanë kërkuar edhe disa organizata të shoqërisë civile nga Kosova në letër drejtuar udhëheqësve evropian. Për këtë vënën nga Brukseli, Augustin Palokaj.